Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kritikoi ashpër kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për sulmin e Izraelit ndaj ekipit negociator të Hamasit në Katar javën e kaluar, duke thënë ideologjikisht Netanyahu është si afërm i Hitlerit. Ashtu si Hitleri nuk mundi ta parashikonte disfatin që e priste, Netanyahu do të përballet me të njëjtin fat përfundimtar, shtoi Erdogan ndërsa kthehej nga Doha, ku mori pjesë në samitin urgjent arabo-islam pas sulmit ajror të Izraelit. Erdogan e quajti sulmin ndaj ekipit negociator të Hamasit një sfidë e hapur ndaj rendit ndërkombëtar dhe ligjit ndërkombëtar, dhe tha se udhëheqja e Izraelit e ka shndërruar mentalitetin e tyre radikal në asgjë më shumë se një rrjet vrasësish të ndërtuar mbi ideologjin fashiste. Presidenti turk u referua gjithashtu njojës së Palestinës nga vendet perëndimore, duke thënë se kjo do të ushtronte presion të mëtejshëm mbi Izraelin dhe duke u zotuar ta ngrejë përsëri çështjen në Kombet e Bashkuara.